Xhamia më e bukur në botë. Xhamia e Balljes në Elbasan mori çmimin si objekti i kultit më i bukur në vitin 2025. Xhamia e Balljes në qytetin e Elbasanit pak ditë më parë u konsiderua si objekti më i bukur i kultit për vitin 2025. Ajo që e bën të veçantë këtë xhami është kupola dhe 2 minarete saj. Agim Duka, myftiu i Elbasanit, arkitekti për të ndërtuar këtë xhami, është përmbajtur tek një sure e Kuranit, që ndryshe njihet si surja e kohës. Kjo do të thotë që kjo xhami përshtatet të gjitha kohrave të shkuarës, të tashmes dhe të kaluarës. Këtu kemi një minaret të gjatë e një më të shkurtër. Ky është simbol që tregon madhështinë e Allahut, ndërsa e gjithë kupola në pjesën e jashtme është prej bakri dhe kjo ka një simbol bakri, sa më shumë që qëndron në kohë më i fortë bëhet, ashtu si besimi islam. Një karakteristikë e veçantë e kësaj xhamie është kupola, ku kurore e saj e brendshme është e rrethuar nga një shkrim arab, që është ajeti Kursi. Këtu kemi ajetin Kursi, një nga ajetet më me famë në Kuran, ku thuhet se Allahu është sunduesi i qiejve dhe tokës, ndërsa tek kolonat kemi 99 emrat e Allahut, pra karakteristikat e tij që është sundues, mëshirues, i shenjtë. Xhamia e Ballijes, dikur njihej me emrin Xhamia Blu, është ndërtuar në vitin 1608 dhe thuhet se ka qenë më e bukura. Në vitin 1967 u shemb nga regjimi komunist, por në 2022 u rindërtua dhe ka afërsisht 1776 metra katror, është trekatëshe ku mund të falen 2000 besimtarë. Ajo nuk vlerëson